së bashku me djalin tuaj me dëmtime. Po. Dolet me njerë sa po dëgjuat zhurma? Unë jam ylli Misak Beqaj. Linë dhe banus të fshatin Ahmet Bias, sot Bios. Nuk kam pasur asnjëherë trazira në fshat. Nuk kam pasur asnjë adres, as unë as vitë mi. Djali im ka qenë emigrant që nga viti 1997, Greqi, Itali, sot është në Gjermani. Erdhi për pushime. U gëzova shumë që më erdhi djali. Djali çdo darkë vinte tek i vaj në një lokal që aty është e fshatit e shkolla. Atje rrin nga 2-3 orë atje, vinte në shtëpi dhe aty erdhi. Unë kisha rënë poshtë, se unë bje qik shpejt. A jeri qik më vonë, erë rreth orës 11. Megjithatë, në kohën që në këtë orë u fikën dritat në shtëpinë time. U fikën dritat edhe u hapita kështu. Në këtë kohë dëgjoj se Altin më thot groja, më tha mua thirrën djali tha, "Kro, ç'a do jetë?" Kur unë ngrita, unë djalin e pash të shtrirë pa ndjenja fare dhe po e qillonin me shkelma në koka dhe po i kishin hipur mbi trup duke shtypur. Po se sa e qyshe tek nuk i pash. Se Ishte errësirë. unë ishe errësirë, unë edhe me syze me zisho. Jo pa syze kjo për fare. Megjithatë, i rash djalë për sipër dhe për tita s'kisha qa të bënja. Logjike. I rash për sipër me qëllim që eta më vrizin vizim mua më bësa shuata. Në këtë kohë me qëllojnë dhe mua. Fort, u lava në gjak, por nuk rash. Që të pinja i vdekur. Vonja televizja djalin, nuk e lvizja do. Peshe jaran shumë, në atë U friksuat. Groja u rrim. Jo nusja e djalit madh. Erdi me prap, me pa ato ashtu e rat fik falë. Erdi djali madh, ishe duke në mbu. Se bashke e edhe i vuri rrimën. Tunë shkun fa, ishte vdekur. Ishte vdekur troq. Pa ndjenja. Bile sikur mos kisha dalë unë, nuk do ishte gjallë sot ai. Po dola unë, i rash për sipër atje, që ca shqel me nga unë i dru, edhe. Ju dëgjuat ndonjë fjalë që ju thanë? Si gjë nuk dëgjova fare hiç. Fare hiç. Djalin e pash të pothuajse largo zot të vdekur për jashta, gjaku lum, se edhe mirë të edhe qik ujtë, se aty mund të shpisë, se ashtu e kam derën. Edhe vujtë për ta ngritur. Me një fjalë pasi dolët ju, bashortja juaj, fëmijët e tjerë... S'kisha fëmijë tjetër, grua kisha vetëm. Ai më qelloi mua edhe ikën ata. Unë jo, nuk njoh as njeri. Ishin me uniforma policie? Nuk njoh thash, as njeri. Jo, vetëm personi fundit që më qelloi mua, mos e bërtita kështu, për e qape. Herë më qelloi mua edhe më e preku dora mua në një gjup, si që ka i zotri aty. Më shkau dora kështu. Unë nuk e ho dora për të mbajtur re. Se maja do të rënde, ishte tigre. Edhe i ku ka që erdhen, pasaj erdhen kjo kushëri me gjithë të birin e pavun sa me zje që kullën bjallin e hoqën të varë që futën që i brena. I bim telefonit pasaj për policine, për ambulancën e. Erdi policia me njerë?